Situata në aeroportin e Vlorës po shoqërohet me përplasje dhe akuza mes palëve të përfshirë në ndërtimin e projektit, duke ngritur shqetësime për vonesa dhe dëme të mundshme ekonomike. Mosmarrëveshjet mes dy kompanive private kanë si bllokime në terren dhe ndërprerje të punimeve sipas raportimeve. Ministri Enea Karakaçi ka deklaruar se autoritetet do të ndjekin çdo hap të nevojshëm për të dhënë fund kësaj situate dhe për të garantuar vijimin normal të projektit. Ai ka theksuar se nuk do tolerohen pengesa që dëmtojnë investimet strategjike dhe infrastrukturën e vendit. Ministria vëren me shqetësim të thellë se sjellja deri tanishme e palëve zhvilluese, bllokimi fizik i kantierit, konfliktet gjyqësore ndërmjet aksionarëve, shkeljet kontraktore, akuzat penale kanë shkaktuar vonesa kritike dhe dëm reputacional ndaj projektit. Kjo sjellje nuk do të tolerohet dhe shteti do shfrytëzojë gjitha mjetet ligjore në dispozicion për të garantuar respektimin e detyrimeve kontraktore. Aeroporti i Vlorës përfaqëson pikë kritike të sovranitetit dhe sigurisë kombëtare, objekt ndaj të cilit shteti ushtron kompetenca të plota, mbikëqyrëse dhe rregullatore. Mosoperimi ose bllokimi i tij nuk është thjesht çështje biznesi privat, është çështje e interesit publik dhe shtetëror. Pavarësisht natyrës private të mosmarrëveshjes, asnjë nuk ka të drejtë të mbajë peng një infrastrukturë me rëndësi kombëtare. Zgjidhja e konfliktit është detyrë e palëve dhe gjykatave kompetente, por subjektet duhet jenë të qartë që asnjë mosmarrëveshje mes tyre nuk përbën shkak për moszbatimin e detyrimeve kontraktore dhe garantimin e operacionalitetit të aeroportit, që janë detyrime të shoqërisë. Nga ana tjetër, sipërmarrësi Vexhet Pacolli ka reaguar në rrjetet sociale duke e cilësuar situatën në aeroport si të papranueshëm dhe të bllokuar. Sipas tij, punëtorët shqiptar, inxhinier dhe nënkontraktor nuk po lejojnë të hyjnë në kantier, ndërsa hyrja në objekt mbahet të kontrolluar nga roje private në prani edhe të policisë së shtetit. Punëtorët shqiptar, inxhinierët dhe nënkontraktorët që kanë ndërtuar këtë aeroport nuk po lejojnë të hyjnë në vendin e tyre të punës. Hyrja vazhdon të mbahet të bllokuar nga rojet private në e policisë së shtetit. Megjithatë, pjesa më e madhe ndodh brenda territorit të aeroportit. Mbi 50 inxhinier kinez ndodhen ende të izoluar brenda kampit të Mako, në kushte krejtësisht të papranueshme. Ai ka përthirrje institucioneve shqiptare që të ndërhyjnë menjëherë për zgjidhjen e konfliktit, duke paralajmëruar se zvarritja e mëtejshme po dëmton jo vetëm ecurinë e projektit, por edhe imazhin e Shqipërisë përballë investitorëve dhe partnerëve ndërkombëtar.